Lëvizja vetëvendosje nuk do të jetë në gjendje që të krijojë qeveri e vetme. Dhe unë mendoj që kjo duhet jetë mesazhi më i fortë që merr lideri i kësaj partie, zoti Kurti, nga votuesit e vet. Tash, për zgjedhjen e presidentit do të ketë nevojë që të mirën vesh paku 3 parti politike shqiptare, ndërsa për qeveri duhet jenë paku 2 parti politike shqiptare. Unë mendoj se partner normalisht, një partner shumë natyral i vetëvendosjes është LDK-ja. Arsyeja pse e them këtë është se kështu është sjell LDK-ja si organizatë deri në momentet e fundit, duke pas shpresë që u futet në koalicion, ose sidomos Vjosa Osmani, e cila tani vijnë listës së LDK-s. Vjet më të kuqe LDK i ka pas me PDK-n sesa me vetëvendosjen, për gjatë fushatës edhe për gjatë 2-3 viteve të kaluara.